mundesh me konë besimtar edhe për akit shami, sepse kjo nuk është pjesë e kulturës dhe traditës. Bindja jeme dhe jam krenare që se unë e di që je patriote, je akrodarse. Kjo është bindja jeme dhe unë jam krenare që por ti në këtë rast, ato qka unë e kërkoj, që çdo shqiptar ta paraqet kulturën e vendit nuk e paraqet. E paraqet. Në momentin kur na e manifestojmë një bindje tonë fetare, atëherë etiketohemi, bulizohemi, nënçmohemi dhe poshtrohemi. Për shembull, ka shumë raste. Po qysh ju pretendoni 194% edhe lini veten të bulizuar të sulmuar. Sistemi është laik. Mirë po prapë neve po na respekton. Fatbarësisht që e kemë sistemin dhe kushtetutën laike, se përndryshe ju na kishish fut Shejratin këtu. Dhe Albolena edhe Dilara, eksakt. Do të thotë Dilara do të kishin mujt me dalë këtu në studio pa shami. Shamia nuk dëbën njerë. Jo, fatbarësisht e kemë kushtetutën laike, Zonjusha është një spikere, një profesionaliste, një gazetare, një zoj, në Shamia në qitja prapë që se ka edukatën, emancipimin, kur gjë si bën Shamia. Por, na që e kemi marë si bindje prej moshës 14 vjeqare, pytë ma shpirtin tem deri tek edhe bindjen tem. Mira, mund është me koni muslimon e mirë dhe pa Shami. Edhe mendimin tem ma kuptojnë ndryshe, vetëm se e ki Shamin. Për që të mendim ndryshe, për që duke ndryshe, u akuzova edhe i rash klarit. Iqbala, mund është me koni muslimon e mirë dhe pa Shami. Po, shumë